por në Prishtinë sot ka patur protesta kundër arrestimit të 9 ish-pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ngritjes së urdhër arrestit deputetit Fatmir Limaj në ndyshimet për krime lufte. Protestuesit e akuzuan EULEX-in për dëmtim të imazhit të ish-luftëtarëve dhe fushat kundër ish-ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zyrtarët e EULEX-it kanë përshtritur ndërkaq se arrestimet kanë të bëjnë me individ dhe nuk janë të drejtuara ndaj asnjë organizate. Nga Prishtina e sjell Hollësit, korespondenti ynë Leonat Shehu. Në Prishtinë sot është protestuar me kërkesat për lirimin e pjesëtarëve të ish-ushtrisë lirimtare të arrestuar në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave thanë se arrestimet e pjesëtarëve të ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës janë veprime që dëmtojnë qëndrueshmërinë e Kosovës dhe përgjegjësinë për këtë e ka misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtsinë. 2 javë më parë, EULEX-i arrestoi 9 persona dhe lëshoi një urdhër arresti edhe për deputetin e Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj në ndyshimet për vrasje, torturë dhe cenim të shëndetit e integritetit fizik të shqiptarëve nga Kosova, civilëve serb dhe të burgosërve të luftës në fshatin Kleçk në Kosovën qendrore në vitin 1999. Këto arrestime nxitën reagime të zemëruara në Kosovë. Në protestat e sotme, EULEX-i u kritikua për si shtuhet dëmtimin e imazhit të ish-kryengëzve shqiptar që kishin luftuar për pavarësi nga Serbia. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, Muharrem Xhemaili, akuzoi EULEX-in për siç tha fushat të orkestruar nga Serbia kundër ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës. Fushat që po intensifikohet në kohën e bisedimeve të Kosovës me Serbinë me qëllim për të forcuar pozicionin e Beogradit, zyrtarën e bisedime duke diskredituar luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe personalitetet më të njohura të kësaj lufte. Misioni i Bashkimit Evropian ka përsëritur në disa raste se arrestimet nuk janë kundër asnjë organizate dhe se është gjykata ajo që vendos nëse një individ është apo nuk është fajtor. Në reagimet e deritashme thuhet se EULEX-i duhet të tërheqë urdhër arresti ndaj deputetit Fatmir Limaj, pavarësisht se ky i fundit është prehur i gatshëm të heqë dorë nga imuniteti i tij si deputet, i cili nuk pengon hetimet, por pamundson çfarëdo mase ligjore ndaj tij. Por çështja e këtij imuniteti, sipas zyrtarëve të EULEX-it, ende është duke u sqaruar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.